Di satelit gjigant, secili me masë sa mali Everest, rrotullohen rreth njëri tjetrit diku në thellësinë e universit. Ata lëvizin aq shpejt sa çdo rrotullim zgjat vetëm 100 milisekonda. Në çdo rrotullim, ata e shtrydhin vetë hapësirën përreth tyre, duke krijuar vale që udhtojnë përmes kosmos. Këto valët gravitacionale, kapin tokën tonë pas 8 miliard vitesh. Instrumentet tona më të ndjeshme arrin t'i detektojnë ato. Por ja çuditësia që mund të shkatërrojë gjithçka që mendon se di për realitetin, këto valë nuk arrin menjëherë kudo. Ato udhëtojnë, ato kanë shpejtësi. Dhe kjo shpejtësi është eksaktësisht e njëjtë me shpejtësinë e dritës, 300.000 kilometra në sekond. Si është e mundur që graviteti, kjo forcë që duket se vepron menjëherë, në realitet udhëton si një valë? Imagjinoni që qëndroni në një dhomë dhe dikush në anën tjetër të dhomës hedh një top drejt jush. Ju e shihni topin që lëviz. Syri juaj kap fotonët që kthehen nga topi. Por këto foton nuk arrin tek ju menjëherë. Ato udhëtojnë me shpejtësinë e dritës. Për distancën e dhomës, kjo vonesë është aq e vogël sa truri juaj nuk mund ta perceptojë. Por tani imagjinoni se nuk po flasim për një dhomë, flasim për sistemin diellor. Dielli ndodhet në qendër. Ju jeni në tokë, në 149 milion kilometra larg. Nëse dielli pa pritmas do të shuante, sa kohë do të kalonte derisa ju ta vini në re? 8 minuta dhe 20 sekonda. Saktësisht aq kohë sa i duhet dritës për të udhëtuar nga dielli te ne. Por ja pyetja që Albert Einstein e bëri në një mëngjes të vitit 1915. Nëse dielli zhduket, toka, a do të vazhdojë të rrotullohet në orbitën e saj për 8 minuta të tjera? Apo do të fluturonte menjëherë në hapësirë si një gur i lëshuar nga hunda? Sipas fizikës së Isaac Newton, graviteti vepron menjëherë. Nëse dielli zhduket, toka do ta ndjente menjëherë. Por Einstein e dinte se kjo ishte e pamundur. Asgjë në univers nuk mund të udhëtojë më shpejt se drita. Nëse informacioni për zhdukjen e diellit mund të arrinte menjëherë, do të thoshte se informacioni udhëton me shpejtësi të pafundme. Dhe kjo do të shkatëronte të gjithë kuadrin e relativitetit. Einstein kuptoi se diçka themelore ishte gabim në mënyrën se si njerëzimi e kuptonte gravitin. Për ta kuptuar se sa revolucionare ishte kjo ide, duhet të kthehemi tek Isaac Newton. Në vitin 1687, Newton publikoi veprën e tij Principia Mathematica, libri që ndryshoi botën. Aty ai përshkroi ligjin e gravitacionit universal. Çdo masë tërheq çdo masë tjetër me një forcë që varet nga distanca midis tyre. Formula e Newtonit funksiononte në mënyrë perfekte. Ajo parashikoi lëvizjen e planetëve, rënien e mollëve, trajektoret e kometave. Por kishte një problem. Newton kur nuk shpjegoi se si vepron graviteti. Ai thjesht tha se graviteti ekziston. Por çfarë është graviteti në realitet? Si e di toka se dielli është aty? Si komunikon dielli me tokën përmes 149 milion kilometrave hapësirë bosh? Newton vete pranoi këtë problem. Në një letër drejtuar teologut Richard Bentley, ai shkroi se ideja e gravitacionit që vepron në distancë përmes hapësirës bosh, pa ndonjë mekanizëm, ishte kaq e madhe absurditet sa besoi se asnjë njeri që ka aftësi kompetente të menduarit në çështjet filozofike nuk mund të bie ndonjëherë në të. Por formula funksiononte. Dhe për më shumë se 2 shekuj, fizikantët thjesht e pranuan këtë absurditet, deri në Albert Einstein. Në vitin 1915, Einstein publikoi teorinë e përgjithshme të relativitetit, dhe aty ai ofroi një përgjigje krejtësisht të re. Graviteti nuk është forcë. Graviteti është lakimi i vetë hapësirës dhe kohës. Imagjinoni një copë të madhe pëllhure të shtrirë në të gjitha anët. Kjo pëllhurë është hapësira. Tani vendosni një top bowling në qendër të pëllhurës. Pëllhura do të lëkundet. Topi krijon një grop. Tani rrokullisni një biçe të vogël pranë topit të bowlingut. Biça nuk do të lëviz në vijë të drejtë. Ajo do të fillojë të rrotullohet rreth gropës që krijoi topi i bowlingut. Kjo është graviteti. Dielli nuk tërheq tokën. Dielli lëkund hapësirën përreth tij dhe toka thjesht lëviz përgjatë kësaj hapësire të lëkundur. Por ja çështja thelbësore. Nëse hapësira është si një pëllhurë, atëherë ndryshimet në këtë pëllhurë nuk mund të përhapen menjëherë.
Nëse tërhiqni një cep të një copë të madhe pëllhure, ana tjetër nuk do të lëviz menjëherë. Lëkundje do të udhtoj përmes pëllhurës me një shpejtësi të caktuar. Njësoj ndodh me gravitin. Nëse dielli zhduket, lëkundja në hapësirë që shkakton dielli do të zhdukej. Por kjo ndryshim nuk do të arrinte menjëherë tek toka. Ndryshimi do të udhtonte si një val gravitacionale me shpejtësinë e dritës. 8 minuta dhe 20 sekonda. Kaq kohë do të vazhdonte toka të rrotullohet në orbitën e saj si të mos kishte ndodhur asgjë. Pastaj, pa pritmas, ajo do të fluturonte në hapësirë. Einstein e parashikoi ekzistencën e valve gravitacionale në vitin 1916, vetëm një vit pas publikimit të teorisë së përgjithshme të relativitetit. Por ai vetë dyshoi nëse këto valë do të mund të detektohen ndonjëherë. Llogaritit e tij tregonin se valet gravitacionale janë jashtëzakonisht të dobta, madje edhe ngjarjet më katastrofike në univers, kolizioni i dy vrimave të zeza, shpërthimi i yjeve masiv, do të krijonin valë aq të vogla sa do të ishte pothuajse e pamundur t'i kapin. Një valë gravitacionale që kalon përmes tokës do ta shtrydhë dhe zgjerojë hapësirën me një fraksion aq të vogël sa një atom krahasuar me distancën nga toka te illi më i afërt. Por njerëzimin nuk u dorëzua. Në vitet 20, shkencëtar nga e gjithë bota filluan të projektojnë instrumente për të detektuar këto fantazma të universit. Koncepti ishte i thjeshtë në teori. Nëse një valë gravitacionale kalon përmes një objekti, objekti do të ndryshojë gjatësinë e tij në një drejtim dhe do të zvoglohet në drejtimin tjetër. Por në praktik, kjo kërkonte saktësinë më të madhe matse që njerëzimi kishte ndërtuar ndonjëherë. Detektorët e parë filluan të ndërtohen në vitet 60, por teknologjia ishte shumë primitive. Dekada pas dekade kaloi, projekte u ndërtuan, u përmirësuan, u rindërtuan. Në vitin 1990, Shtetet e Bashkuara filluan ndërtimin e observatorit Laser Interferometer Gravitational Wave, LIGO. Ky ishte një projekt kolosal. 2 detektorë identik, njëri në shtetin Washington, tjetri në Louisiana, të ndara nga 3000 kilometra. Çdo detektor përbëhej nga 2 tuba shumë të gjatë në formë L, secili me gjatësi 4 kilometra. Në secilën skaj të tubave ishin pasqyra të vendosura me saktësi të përsosur. Një rrezë lazeri ndahej në 2, udhëtonte përgjatë të 2 tubave, kthehej nga pasqyrat dhe kombinohej përsëri. Nëse një valë gravitacionale do të kalonte, ajo do të ndryshonte gjatësinë e njëri tub me një fraksion mikroskopik, dhe kjo do të ndryshonte mënyrën se si 2 rrezet e lazerit kombinohen. Por edhe me këtë teknologji të avancuar, LIGO duhet të ishte aq i ndjeshëm sa të detektonte një ndryshim në gjatësi më të vogël se 1000 pjesë e diametrit të një protoni. Kjo është sa të matesh distancën nga toka te ili më i afërt me saktësi sa gjerësia e një floku njeriu. Çdo gjë mund të shkaktojë zhurmë. Tërmetet në anën tjetër të planetit, valet e oqeanit që godisin Bregdetin në qindra kilometra larg, madje edhe kamionët që kalojnë në autostradë përreth observatorit. Sistemi duhet të filtronte mijëra burime zhurmash për të gjetur sinjali real. Ndërtimi zgjati vite, testimet zgjatën dekada. Shkencëtarët u bën veteranë në pritje. Shumë prej tyre filluan karrierën e tyre duke punuar në LIGO kur ishin student të rinj. Tani qenë profesor të moshuar. Fëmijët e tyre ishin rritur. Disa kolegë kishin vdekur pa parë kurrë një detektim. A ishte vallë kjo një ndjekje e kotë? A ishte vallë Einstein i gabuar? Pastaj erdhi data 14 shtatori vitit 2015, orët e para të mëngjesit. LIGO ishte në fazën përfundimtare të përmirësimeve. Detektorët ende nuk ishin zyrtarisht operativ, ata po kryenin testimet të fundit. Dhe atëherë, në orën 51 minuta dhe 20 sekonda, UTC, të 2 detektorët në Washington dhe Louisiana, me 3000 kilometra larg njëri tjetrit, regjistruan diçka. Një sinjal që zgjati më pak se 1 sekond. Një tingull që filloi me një frekuencë të ulët dhe u rrit shpejt, duke u bërë më i fortë dhe më i shpejt derisa arriti kulmin dhe u shfaq. Fillimisht menduan se ishte një gabim. Ndoshta dikush po bënte një test. Ndoshta ishte një simulim i injektuar në sistem për të testuar reagjimin e ekipit. Por nuk ishte. Ishte real. Sinjali ishte detektuar në Washington 7 milisekonda para se të arrinte në Louisiana. Saktësisht, koha që i duhet një vale drite për të udhëtuar 3000 kilometra.
Kjo nuk ishte zhurmë lokale. Kjo erdhi nga hapësira. Për muaj me radhë, qindra shkencëtar analizuan të dhënat. Ata kontrolluan çdo mundësi gabimi. Ata krahasuan me të gjitha burimet e mundshme të zhurmës. Ata përsëriten analizat 10 herë dhe çdo herë përfundimi ishte i njëjtë. LIGO kishte detektuar valën e parë gravitacionale në histori. Jo vetëm kaq. Ata mund të rindërtonin ngjarjen që kishte shkaktuar këtë val. 1.4 miliard vjet më parë, 2 vrima të zeza, njëra me mas 35 herë më të madhe se dielli, tjetra 29 herë, kishin qenë duke u rrotulluar rreth njëra tjetrës diku në një galaktik të largët. Orbitja e tyre ishte bërë gjithnjë më e shtrënguar, shpejtësia gjithnjë më madhe. Në momentet finale, ata u rrotullën qindra herë në sekond, pastaj u përplasën. Në atë përplasje, 3 masa dielore u shtëruan plotësisht në energji e çliruar si val gravitacionale që u përhap në të gjitha drejtimet përmes universit. Kur ato vala rritën tokën pas 1.4 miliard vitesh, ato kishin dobësuar aq shumë sa shkaktuan një ndryshim në gjatësinë e tubave LIGO më të vogël se 1000 pjesë e diametrit të një protoni. Por ishte mjaft. Njerëzimi dëgjoi jehonën e asaj përplasje kozmike. Por ja çuditësia që konfirmoi parashikimin e Einstein. Ato val arritën pikrisht kur pritej sipas shpejtësisë së dritës, jo më shpejt, jo më ngadalë, saktësisht me shpejtësinë e dritës, 300.000 kilometra në sekond. Kjo ishte prova. Graviteti nuk vepron me njëherë. Graviteti përhapet. Graviteti ka shpejtësi. Që nga ajo ditë, LIGO dhe detektorët e tjerë, Virgo në Itali, Kagra në Japoni, kanë detektuar vjetra val gravitacionale të tjera. Secila tregon një histori për ngjarje katastrofike kozmike, kolidime të vrimave të zeza, përplash të yjeve neutron, madje edhe jehon nga momente pas Big Bangut. Por secila konfirmon të njëjtin fakt themelor. Informacioni për ndryshimin në gravitacionin e një objekti nuk përhapet menjëherë. Ai udhëton me shpejtësinë e dritës. Kjo ka pasoja të thella. Nëse dikush do të kishte teknologjinë për të lëvizur dielin ton, ta zhvendoste papritmas në një vend tjetër në galaktik, ne në tokë nuk do ta vërenimi menjëherë. Për 8 minuta e 20 sekonda do të vazhdonim të shikonim dielin në pozicionin e vjetër. Do të vazhdonim të orbitonim përreth asaj pozicioni të vjetër dhe pastaj, të gjitha njëkohësisht, 2 gjëra do të ndodhnin. Do të shikonim dielin të zhduket nga qielli dhe do të ndjenimi tokën duke u larguar nga orbita. Sepse drita nga pozicioni i ri i dielit dhe ndikimi gravitacional, nga pozicioni i ri do të arrinin njëkohësisht. Të dyja udhtojnë me të njëjtën shpejtësi. Por pse? Pse drita dhe graviteti udhtojnë me të njëjtën shpejtësi? Kjo nuk është një parafrim. Kjo nuk është një rastësi. Matjet tona tregojnë se shpejtësia e valve gravitacionale dhe shpejtësia e dritës janë identike brenda saktësisë së instrumenteve tona. Më shumë se 99, presje 9% identike. Çfarë ka në strukturën themelore të universit që i lidh këto dy fenomene? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, duhet të sqarojmë 2 terma që shpesh ngatërohen: shpejtësia e dritës dhe shpejtësia e informacionit. Kur themi se graviteti udhton me shpejtësinë e dritës, nuk po themi se graviteti është dritë. Po themi se të dyja respektojnë të njëjtin kufi fundamental të universit, shpejtësinë maksimale me të cilën çdo informacion mund të udhtojë përmes hapësirës. Kjo shpejtësi, 300.000 kilometra në sekond, nuk është thjesht një tipar i dritës apo gravitacionit. Është vetë struktura e shkak-pasojës në univers. Imagjinoni se po luani shah me dikë që ndodhet në hën. Ju bëni një lëvizje. Sinjali juaj duhet të udhtojë nga toka në hën, një distancë rreth 388.000 kilometra. Me shpejtësinë e dritës, kjo do të merrte afërsisht 1 sekondë e 1 çerek. Kundërshtari juaj do të shihte lëvizjen tuaj vetëm pas kësaj vonesë. Pastaj do të mendonte, do të bënte lëvizjen e tij dhe do të dërgonte sinjal mbrapsht. Edhe 1 sekondë e 1 çerek. Çdo shkëmbim do të kërkonte të paktën 2 sekonda e gjysmë. Kjo vonesë nuk është për shkak të teknologjisë. Kjo është vetë natyra e realitetit. Asnjë sinjal elektromagnetik, mekanik, gravitacional nuk mund të udhtojë më shpejt se kjo shpejtësi. Kjo është arsyeja pse astronautët në stacionin ndërkombëtar hapësinor, kur flasin me kontrollin e misionit, përjetojnë një vonesë të vogël.
Kjo është arsyeja pse operatorët e roverëve në Mars nuk mund t'i drejtojnë ato në kohë reale. Sinjali duhet të udhtojë 10 milion kilometra dhe mbrapsht. Dhe kjo është arsyeja pse nëse dieli do të zhduket, ne nuk do ta dinim për 8 minuta e 20 sekonda. Por ja pika thelbësore. Kjo shpejtësi maksimale nuk ka të bëjë me vetit e dritës si dritë. Ajo ka të bëjë me vetit e vet hapësirës kohës. Në vitin 1905, Albert Einstein publikoi teorinë e posaçme të relativitetit. Atje ai propozoi diçka radikale. Ekziston një shpejtësi absolute në univers, një konstante që është e njëjtë për çdo vëzhgues, pavarësisht se sa shpejt lëvizin ata. Kjo shpejtësi nuk është thjesht shpejtësia me të cilën drita udhton. Është shpejtësia maksimale me të cilën shkaku mund të prodhojë pasojë. Është shpejtësia me të cilën historia e universit mund të shpaloset. Mendoni për këtë në këtë mënyrë. Ju ndodheni këtu, tani. Çdo ngjarje që mund t'ju ndikojë duhet të ketë ndodhur brenda një rajoni të caktuar hapësiro-kohor, brenda një koni kauzal që përcaktohet nga kjo shpejtësi maksimale. Ngjarja që ndodhi në Andromed sot nuk mund t'ju ndikojë sot, sepse Andromeda është 2.500.000 vjet dritë larg. Asnjë informacion nga ajo ngjarje nuk mund të udhtojë më shpejt se drita. Pra, çfarëdo që ndodh atje sot, ju do ta mësoni në më herët pas 2.500.000 vitesh. Kjo na sjell tek një zbulim i jashtëzakonshëm. Drita nuk udhëton me shpejtësinë e dritës sepse është dritë. Drita udhëton me atë shpejtësi sepse nuk ka masë. Çdo gjë që nuk ka masë duhet të udhëtojë me shpejtësinë maksimale të universit. Fotoni, grimca e dritës, nuk ka masë pushimi. Prandaj ai gjithmonë lëviz me 300.000 km në sekond. Ai nuk mund të ngadalsohet, nuk mund të ndalojë. Nga momenti i krijimit të tij deri në momentin e shkatërrimit, fotoni përjeton 0 kohë. Nga perspektiva e tij, udhëtimi nga dielli në tokë, nga qendra e një galaktike në skajin tjetër të universit të dukshëm, ndodh në të njëjtin çast. Por ne që kemi masë, ne përjetojmë kohën. Ne shohim fotonin duke udhëtuar. Ne matim shpejtësinë e tij. Dhe kur Einstein formuloi ekuacionet e relativitetit të përgjithshëm, ai zbuloi se valët gravitacionale duhet të sjellin saktësisht këtë tipar. Ato nuk bartin masë. Ato janë shtrembërime në vetë hapësirën kohë. Prandaj ato gjithashtu duhet të udhtojnë me shpejtësinë maksimale, të njëjtën shpejtësi si drita. Kjo na lejon të shohim diçka thellësisht të çuditshme. Universi ynë ka një strukturë kauzale të integruar. Çdo ngjarje e lidhur me çdo ngjarje tjetër nuk është përmes një force misterioze që vepron në distancë, por përmes një rjeti të lakimeve dhe valve në hapësirë-kohë që përhapen me shpejtësi të fundme. Kur detektori LIGO kapi valen gravitacionale nga dy vrimat e zeza që u përplasen 1.400.000.000 vjet më parë, ai në të vërtetë po leconte një mesazh të koduar në vetë gjeometrinë e hapësirës. Ajo përplasje shkaktoi një lakuar në hapësirë-kohë. Ky lakuar u përhap si një val në sipërfaqen e një liçeni. Kur ajo val arriti tokën, ajo kaloi përmes planetit ton dhe e shtriti dhe e zgjati me një sasi aq të vogël sa ishte pothuajse e padukshme. Por LIGO ishte mjaft i ndjeshëm për ta kapur atë. Dhe duke matur formën e valës, frekuencën filjestare, rritjen e shpejtësisë, kulmin final, shkencëtarët mund të rindërtonin tërë ngjarjen. Masat e dy vrimave të zeza, distancën e tyre nga ne, madje edhe drejtimin nga i cili erdhi sinjali. Por ja diçka që shkencëtarët nuk mund të bëjnë. Ata nuk mund të shikojnë përtej kësaj shpejtësie. Nuk mund të marrin informacion që udhton më shpejt se drita. Nuk mund të shikojnë një ngjarje që ndodh tani në një vend shumë të largët. Kjo nuk është një kufizim i teknologjisë. Kjo është një kufi themelor i vetë realitetit. Shpejtësia e dritës nuk është thjesht një numër, është një horizont. Përtej saj, shkaku dhe pasoja ndahen. Përtej saj, koncepti i tani humbet kuptimin. Dy ngjarje që ndodhin në të njëjtën kohë në tokë dhe në Andromed nuk janë në të njëjtën kohë për një vëzhgues që lëviz me shpejtësi të lartë. Koha vetë është relative. Ajo varet nga shpejtësia dhe gravitacioni. Por ka një gjë që nuk është relative: shpejtësia maksimale e informacionit. Kjo na sjell tek një eksperiment që mund të tingëllojë si shkencë fantastike, por që është kryer me sukses në laboratorët toksor: matja e vonesës së gravitacionit.
Në vitin 2017, për herë të parë në histori, shkencëtarët detektuan një ngjarje që lëshoi edhe valë gravitacionale edhe dritë të dukshme. Kolicioni i dy yjeve neutron. Yjet neutron janë mbetjet e yjeve masiv që kanë shpërthyer në supernova. Ato janë kaq të dëndura sa një lugj caj, e materiali të tyre do të peshonte sa 1 miliard ton. Kur dy yje neutron kolidojnë, ata krijojnë një shpërthim të jashtëzakonshëm, atë që quhet kilonova. Dhe kjo kilonova lëshon si valë gravitacionale, ashtu edhe dritë. Në datën 17 gusht të vitit 2017, LIGO dhe Virgo detektuam një sinjal valësh gravitacionale. Di sekonda më vonë, teleskopët që orbitojnë tokën detektuan një shpërthim rreze gama nga i njëjta lokacion në qiell. Pastaj, në orët që pasuan, teleskop optik në të gjithë botën drejtuan lentët e tyre drejt atij rajoni dhe pan atë. Një pikë e re drite në galaktikën NGC 4123, afërsisht 130 milion vjet dritë larg. Ky ishte një moment historik. Ishte hera e parë që një ngjarje kozmike u vëzhgua edhe me detektor valësh gravitacionale edhe me teleskop konvencional. Por më e rëndësishmja ishte kjo. Valët gravitacionale dhe drita arritën në të njëjtën kohë. Jo saktësisht në të njëjtën sekond, ka një vonesë 2 sekondash që shkencëtarët e kuptojnë plotësisht. Drita u vonua sepse kolicioni krijoi një re plazme shumë të ngjethë që e bllokoi dritën për pak kohë. Por valët gravitacionale kaluan përmes kësaj plazme pa u ngadalësuar. Kur llogaritat kohën e udhëtimit, 130 milion vjet, dhe krahasoni ardhjen e valëve gravitacionale me ardhjen e dritës, përputhja është mahnitse. Brenda gabimit matës, shpejtësitë janë identike, por ja ku bëhet më e çuditshme. Kjo matje nuk vetëm që konfirmoi relativitetin e përgjithshëm të Einstein, por gjithashtu vuri kufi shumë të rreptë në çdo teori alternative të gravitacionit. Ekzistojnë dhjetra teori që përpiqen ta modifikojnë apo ta zvendësojnë relativitetin e përgjithshëm. Disa propozojnë se graviteti mund të ketë një komponent që uston më shpejt apo më ngadalë se drita. Disa sugjerojnë se gravitoni, grimca hipotetike që mbart forcën gravitacionale, mund të ketë një masë shumë të vogël, e cila do ta bënte të ustonte pak më ngadalë se drita. Por matja nga ngjarjet e vitit 2017 i eliminoi pothuajse të gjitha këto teori. Nëse gravitoni ka masë, ajo masë duhet të jetë aq e vogël sa të jetë praktikisht zero, më pak se 1 në 55 pjesë të një elektroni. Nëse ekziston një komponent i gravitacionit që udhton më ngadalë se drita, ai duhet të jetë aq i dobët sa të mos ketë efekt të matshëm edhe në distanca kozmologjike. Pra, përgjigja për pyetjen tonë fillestare është kjo: drita dhe graviteti udhtojnë me të njëjtën shpejtësi, sepse të dyja janë shprehje të së njëjtës strukture themelore të universit. Të dyja janë përquesit e informacionit përmes hapësirës kohës. Dhe hapësira kohë vetë ka një pronë të integruar. Ekziston një shpejtësi maksimale me të cilën informacioni mund të përhapet. Kjo shpejtësi nuk është një kufizim arbitrar, ajo rrjedh nga vetë natyra e shkaksisë. Nëse informacioni do të mund të udhtonte më shpejt se kjo shpejtësi, shkaku dhe pasoja do të mund të këmbeheshin. Një ngjarje mund të ndodhte para shkakut të saj. Historiku i universit do të bëhej jo koherent. Por kjo na lë me një pyetje edhe më të thellë. Pse kjo shpejtësi specifike? Pse 300.000 km në sekond dhe jo 1 milion apo 1 miliard? A është kjo një konstante arbitrare apo rrjedh nga diçka edhe më themelore? Fizikantët nuk e dinë. Shpejtësia e dritës, ose më saktë, shpejtësia maksimale e informacionit, është një nga konstantet themelore të universit, si ngarkesa e elektronit apo konstanta gravitacionale. Ne mund ta matim atë. Ne mund ta përdorim atë në ekuacionet tona. Por nuk kemi një shpjegim për pse ka saktësisht atë vlerë që ka. Ajo thjesht është. Dhe gjithçka tjetër në univers, nga sjellja e grincave subatomike deri te evolucioni i galaktikave, varet nga ajo vlerë. Konsideroni këtë. Nëse shpejtësia e dritës do të ishte më e ulët, universi do të ishte shumë më i vogël nga perspektiva jonë. Koha që i duhet dritës për të udhëtuar nga yjet e largët do të ishte më e gjatë. Vetkimia do të ishte ndryshe, sepse sjellja e elektroneve rreth bërthamës varet nga shpejtësia e dritës. Yjet nuk do të mund të nxixheshin në të njëjtën mënyrë. Galaktikat nuk do të formohen në të njëjtat forma, dhe njerëzit, nëse do të mund të ekzistonin fare, do të jetonin në një univers që duket krejtësisht ndryshe.
Nëse shpejtësia e dritës do të ishte më e lartë, efektet relativiste që ne matim me vështirësi do të ishin edhe më të vogla. Ndryshimi midis kohës në tokë dhe kohës në një satelit GPS, që tani është vetëm disa mikrosekonda në ditë, do të ishte edhe më i papërfillshëm. Universi do të dukej më shumë si bota e Newton, ku koha dhe hapësira janë absolute dhe të ndara. Por universi ynë nuk është as më i ngadalt, as më i shpejt. Ai është saktësisht siç është. Dhe kjo vlerë specifike, 300.000 kilometra në sekond, përcakton gjithçka që përjetojmë. Çdo foton që godiste syrin tuaj, çdo valë gravitacionale që shtrydhi tokën, çdo sinjal elektrik në trurin tuaj që ju lejon të mendoni këtë mendim tani. Të gjitha këto fenomene respektojnë këtë kufi themelor dhe, megjithatë, ky kufi nuk është një pengesë, është një strukturë. Është mënyra se si universi rrëfen historinë e tij. Është arsyeja pse ne mund të shikojmë në të kaluarën kur shikojmë në distancë. Kur ne shohim një galaktik që është 1 miliard vjet dritë larg, ne po e shohim atë siç ishte 1 miliard vjet më parë. Drita që arrin sot u nis nga ajo galaktik kur universi ishte shumë më i ri. Në një kuptim të vërtet, kozmologët janë arkeologë të dritës. Ata gërmojnë në të kaluarën duke vëzhguar dritën që ka udhëtuar përmes kohës kozmike. E njëjta gjë është e vërtet për valët gravitacionale. Kur LIGO detektoi përplasjen e 2 vrimave të zeza nga 1 miliard e 400 milion vjet më parë, ai po detektonte një ngjarje që ndodhi kur jeta në tokë ishte ende thjesht organizme njëqelizore. Valët që arriten atë ditë të shtatorit në vitin 2015 kishin udhëtuar përmes kosmosit për më shumë kohë se sa ka ekzistuar jeta komplekse në këtë planet. Ato kaluan përmes hapësirës që u zgjerua, përmes galaktikave që u formuan dhe shpërbën, përmes yjeve që lindën dhe vdiqën. Dhe gjatë gjithë asaj udhëtimi, ato kur nuk ndryshuan shpejtësinë. 300.000 kilometra në sekond. Konstante, e pandallshme, e paktijeshme. Kjo na sjell tek një zbulim që shkencëtarët e bën në vitet e fundit, zbulim që mund të ndryshojë mënyrën se si e kuptojmë veten në univers. Sipas matjeve më të fundit, universi nuk po zgjeruar me shpejtësi konstante. Ai po përshpejtohet. Galaktikat e largëta po largohen nga ne gjithnjë më shpejt. Dhe arsyeja për këtë përshpejtim është diçka që ne nuk e kuptojmë. Energjia e errët. Energjia e errët përbën rreth 70% të përmbajtjes totale të universit. Ne nuk e dim se çfarë është. Ne nuk mund ta detektojmë drejt për drejt. Ne e dim vetëm nga efekti i saj. Ajo po shty hapësirën të zgjeruar gjithnjë më shpejt. Por ja pyetja që tani po e bëjnë kozmologët. Nëse hapësira po zgjeruar përshpejtohet, a ndikon kjo në shpejtësinë me të cilën drita dhe graviteti udhtojnë? Përgjigjja, sipas relativitetit të përgjithshëm, është jo. Shpejtësia e dritës në hapësirë lokale, distanca midis 2 pikave që nuk janë duke u zgjeruar, mbetet konstante. Por në shkallë kozmologjike, gjërat bëhen më komplekse. Imagjinoni se po dërgoni një sinjal drite nga toka në një galaktik të largët. Ndërsa drita udhton, vetë hapësira midis tokës dhe asaj galaktike po zgjeruar. Kjo do të thotë se distanca që drita duhet të mbullojë, po rritet ndërsa ajo udhton. Në një kuptim, drita po ngjitet në një shkallë lëvizse që po zgjatohet. Nga perspektiva jon, kjo duket sikur drita është ngadalësuar, por nga perspektiva lokale, në çdo pikë të vogël përgjatë rrugës, drita ende po udhton me 300.000 kilometra në sekond. Kjo paradoks na tregon diçka të thellë. Shpejtësia e dritës është lokale, jo globale. Ajo është e njëjta në çdo pikë të hapësirës, por kur hapësira vetë po ndryshon, efektet e përgjithshme mund të jenë shumë më komplekse. E njëjta gjë vlen për valët gravitacionale. Kur ato udhtojnë përmes universit në zgjerim, gjatësia e valës së tyre zgjatohet. I njëjti fenomen që bën që drita nga galaktikët e largëta të duket më e kuqe. Ky zhvendosje drejt të kuqes na lejon të matim sa shumë ka zgjeruar universi që kur drita u nis. Dhe me valët gravitacionale, ne mund të bëjmë të njëjtën gjë. Ne mund të matim zhvendosjen gravitacionale dhe të llogarisim sa i vjetër ishte universi kur ato valë u krijuan. Por këtu është diçka që shkencëtarët ende po përpiqen ta kuptojnë. Nëse energjia e errët po e përshpejton zgjerimin e universit dhe nëse ky përshpejtim vazhdon, do të vijë një kohë kur galaktikat e largëta do të largohen nga ne më shpejt se shpejtësia e dritës. Jo sepse ato po lëvizin përmes hapësirës më shpejt se drita, kjo ende është e pamundur.
por sepse vetë hapësira midis nesh dhe tyre po zgjeruar më shpejt se sa drita mund të udhtoj përmes saj. Kjo do të thotë se në të ardhmen e largët, 10 miliarda vjet nga tani, do të ekzistojnë galaktika që ne nuk do të mund t'i shohim kurrë. Drita e tyre nuk do të na arrijë kurrë. Valet gravitacionale nga ngjarjet në ato galaktika nuk do të na arrijnë kurrë. Ato do të zhduken përtej një horizonti kozmik. Dhe nëse një qytetërim do të evoluojë në një nga ato galaktika të largëta, ata nuk do të dinë kurrë për ekzistencën tonë. Dhe ne nuk do të dimë kurrë për ta. Jo sepse ne nuk jemi mjaft inteligjent apo teknologjinë tonë nuk është mjaft e përparuar, por sepse struktura vete shkak pasojës, kufizuar nga shpejtësia e dritës, do të na ketë ndarë përgjithmonë. Kjo është një ndër pasojat më të çuditshme të zbulimit se graviteti ka shpejtësi, por kjo nuk provohet që graviteti funksionon saktësisht ashtu siç e parashikon relativiteti i përgjithshëm në çdo situatë. Ka rajone të universit ku relativiteti i përgjithshëm mund të mos jetë teori e plotë. Brenda një vrime të zezë, ku dendësia bëhet e pafundme. Në momentet e para pas Big Bangut, kur i gjithë universi ishte i ngjeshur në një pikë më të vogël se një atom, në këto kushte ekstreme, ne mendojmë se relativiteti i përgjithshëm duhet të kombinohet me mekanikën kuantike, dy teoritë më të suksesshme të fizikës që aktualisht janë krejtësisht të papajtueshme. Kjo kërkon një teori të re, një teori të gravitetit kuantik. Dhe në atë teori, shpejtësia e gravitacionit mund të mos jetë aq e thjeshtë sa ne mendojmë. Disa teori të gravitetit kuantik sugjerojnë se në shkallë shumë të vogla, shkalla Planck, rreth 1/20 pjesë të 1 metri, hapësira koha nuk është një pëllhur e qetë. Ajo është një shkumë kuantike, duke vallëzuar vazhdimisht midis ekzistencës dhe jo ekzistencës. Në atë shkallë, koncepti i një shpejtësie të qartë mund të humbas kuptimin. Valet gravitacionale mund të ndërveprojnë me këtë strukturë kuantike në mënyra që ne ende nuk i kuptojmë. Por këto janë spekulime. Deri më tani, çdo eksperiment që kemi kryer, çdo matje që kemi bërë, konfirmon që graviteti udhëton me shpejtësinë e dritës, të paktën brenda saktësisë që mund të matim. Dhe kjo saktësi është jashtëzakonisht e lartë. Nga detektimi i përbashkët i valve gravitacionale dhe dritës nga kolicioni i yjeve neutron, ne dim që shpejtësia e gravitacionit dhe shpejtësia e dritës janë të njëjta brenda një pjese në 1/15. Kjo do të thotë që nëse do të kishte ndonjë ndryshim, ai do të duhej të ishte më i vogël se 1 në 1 trilion. Pra, për të gjitha qëllimet praktike, për çdo eksperiment që mund të bëjmë tani, për çdo vëzhgim që mund të kryejmë në universitetin ton, drita dhe graviteti udhëtojnë me të njëjtën shpejtësi. Dhe kjo na lejon të bëjmë diçka të jashtëzakonshme, të lexojmë historinë e universit në mënyra që ishin të pamundura vetëm pak dekada më parë. Para detektimit të valve gravitacionale, mënyra jon kryesore për të studiuar universin ishte drita. Ne mbledhnim fotone nga yjet, galaktikat, kozmosi. Por fotoni janë lehtësisht të bllokuar. Rrete pluhurit kozmik mund t'i thithin, plazmat e nshehta mund t'i shpërndajnë. Ka rajone të universit që janë plotësisht e errëta për teleskopët tanë, por valet gravitacionale janë të ndryshme. Ato kadojnë përmes çdo gjëje pothuajse pa u ndikuar. Ato nuk thithen nga pluhuri, ato nuk shpërndahen nga plazma. Ato mbajnë informacion nga ngjarje që drita nuk mund ta transmetojë kurrë. Kur dy vrima të zeza kolidojnë, ato nuk lëshojnë dritë. Vrimat e zeza sipas përkufizimit janë të errëta, por ato lëshojnë valë gravitacionale. Dhe duke detektuar ato valë, ne mund të studiojmë objektet më egzotike dhe më mistere në univers, objekte që ishin plotësisht të padukshme para LIGO. Kjo është sikur të kemi fituar një shqis krejtësisht të re. Për miliona vjet, njerëzimi studioi universin vetëm me sy. Pastaj shpikëm teleskop që zgjeronim diapazonin e dritës që mund të shikonim. Nga radioteleskopët që kapin valet më të gjata, deri tek teleskopët me rreze X që kapin valet më të shkurtra. Por të gjitha këto ende ishin shqis bazuar në dritë, në foton. Tani, me detektor të valve gravitacionale, ne po dëgjojmë universin. Ne po kapim tingullin e hapësirës në valzim, dhe ky tingull na tregon histori që drita nuk mund t'i tregoj. Historia e momenteve të fundit, para se dy vrima të zeza të bëhen një. Historia e yjeve neutron që kolidojnë dhe krijojnë elementet më të rëndë në tabelen periodike.
Historia e momenteve të para pas Big Bangut, kur universi ishte aq i ngjethë dhe i dendur sa drita nuk mund të udhëtonte lirshëm. Në të ardhmen, kur detektorët tanë bëhen edhe më të ndjeshëm, kur ndërtojmë detektor në hapësirë larg zhurmave të tokës, ne do të mund të detektojmë valë gravitacionale nga ngjarje edhe më të hershme. Ndoshta deri në 1 sekond pas Big Bangut. Ndoshta deri në momentin kur hapësira koha vetë filloi të ekzistojë. Dhe kjo na kthen tek pyetja që e filloi këtë udhtim. Nëse dieli do të zhdukte, sa kohë do të kalonte derisa ne ta dime? Tani e dim përgjigjen. 8 minuta e 20 sekonda, saktësisht sa kohë i duhet dritës për të udhëtuar nga dieli te ne. Dhe saktësisht po aq kohë i duhet një valë gravitacionale, sepse të dyja udhtojnë me të njëjtën shpejtësi. Të dyja përçojnë informacion përmes të njëjtës strukture themelore të universi. Të dyja janë të lidhura nga i njëjti kufi, shpejtësia maksimale me të cilën shkaku mund të prodhoj pasojë. Por kjo përgjigje ngre një pyetje edhe më të thellë. Nëse ekziston një shpejtësi maksimale për informacionin, nëse shkaku dhe pasoja janë të kufizuara nga ky horizont, atëhere çfarë do të thotë kjo për natyrën e kohës? Për natyrën e realitetit? Nëse ka ngjarje që nuk mund të na ndikojnë kurrë, ngjarje përtej horizontit ton kozmik, a janë ato reale për ne në ndonjë kuptim plot? A jetojmë në një univers apo në një zonë shkak-pasojë që ne gabimisht e quajmë universi? A ka pjesë të realitetit që janë përgjithmonë të shkëputura nga pjesa jonë, jo sepse janë shumë të largëta, por sepse vetë struktura e shkak-pasojës i izoloi ato? Dhe nëse po, atëherë sa shumë nga ajo që ne quajmë univers është thjesht ishullën shkaksor, rajoni që mund të na ndikojë dhe që ne mund të ndikojmë, rrethuar nga një oqean pafundi ngjarjeve që nuk do të dim kurrë? 70% e universit është diçka që ne nuk e kuptojmë. 30% është materie që nuk e kemi parë kurrë. Dhe vetëm 5% e të gjithë realitetit është bërë nga atomet që ne njohim, nga dritat që ne shohim, nga yjet që ne studiojmë. Kjo është skena ku ne po përpiqemi të matim shpejtësinë e gravitacionit. Por ja ku bëhet jashtëzakonisht interesante, matjet tona tregojnë se graviteti dhe drita udhtojnë me të njëjtën shpejtësi, brenda një saktësie prej 1 në 1 trilion. Kjo nuk është rastësi. Kjo është si të zbulosh që të gjitha orët në univers janë sinkronizuar perfekt, megjithse asnjë prej tyre nuk ka qenë kurrë në të njëjtën dhomë. Pyetja është pse? Le të fillojmë nga diçka që të gjithë e kuptojmë, tingullin. Kur një xhemp bie në pyll, tingullin udhton përmes ajrit me një shpejtësi rreth 340 metra në sekond. Kjo shpejtësi varet nga vetit e ajrit, sa i dendur është, sa i ngrohtë është, si janë të lidhura molekulat. Drita udhton shumë më shpejt, 300.000 kilometra në sekond. Por pikrisht si tingullin, drita udhton përmes një mediumi, jo ajri. Diçka shumë më themelore, vetë pëllhura e hapësirës dhe kohës. Dhe graviteti? Graviteti është vallëzimi në të njëjtën pëllhurë. Por kjo është ku analogjia fillon të fyet në mënyra që zbulojnë diçka të thellë. Tingullin nuk mund të udhtojë përmes vakumit. Hiqni ajrin dhe tingullin pushon se ekzistuari. Në hapësirë, askush nuk mund të dëgjojë ju të bërtitni. Kjo ndodh sepse tingullin është vallëzimi i materjes, vibrimi i molekulave që godasin njëra tjetrën. Por drita dhe graviteti, ato udhtojnë perfekt përmes vakumit. Në fakt, ato udhtojnë më mirë përmes vakumit sesa përmes materjes. Kjo ndodh sepse ato nuk janë vallëzime të materjes. Ato janë vallëzime të vetë pëllhurës që mban materjen. Imagjinoni që po notoni në një pishinë, ju krijoni valë në ujë. Ato valë udhtojnë përmes ujit me një shpejtësi që varet nga vetit e ujit. Por imagjinoni tani që një forcë misterioze do të hiqte të gjithë ujin menjëherë. Valët do të pushonin se ekzistuari. Drita dhe graviteti janë si valë që vazhdojnë të ekzistojnë edhe kur ujit i ka mbaruar. Ato janë valë në vetë strukturën që mban ujin. Kjo na tregon se hapësira nuk është bosh. Hapësira nuk është asgjë. Hapësira është një medium, një pëllhurë që mund të vallëzohet, që mund të lakuohet, që mund të dredhje. Dhe shpejtësia me të cilën ajo vallëzohet është konstante themelore e natyrës. Por këtu është paradoksi që askush nuk e priste. Sipas relativitetit të përgjithshëm, hapësira dhe koha nuk janë fonde fikse ku ndodhin gjërat.
Ato janë pjesëtar aktiv në çdo ngjarje. Ato ndërveprojnë me energjinë dhe materien. Ato lakuohen. Ato zgjeruar. Ato madje mund të krijojnë dhe të shkatërruar. Pra nëse hapësira vetë po ndryshon, si mund të ekzistojë një shpejtësi e përhershme? Përgjigjja është njëra nga gjërat më të çuditshme në fizik. Shpejtësia e dritës nuk është vetësia e dritës. Ajo është shpejtësia e shkak-pasojës. Është shpejtësia me të cilën një ngjarje këtu mund të ndikojë një ngjarje atje. Është shpejtësia maksimale e informacionit. Dhe kjo shpejtësi është e vendosur jo nga drita dhe jo nga graviteti, por nga vetë gjeometria e hapësirës dhe kohës. Kjo do të thotë se edhe nëse drita nuk do të ekzistonte, ajo shpejtësi do të ekzistonte akoma. Edhe nëse graviteti do të funksiononte në një mënyrë krejtësisht të ndryshme, ajo shpejtësi do të ekzistonte akoma. Është si të zbulosh që kufiri shpejtësie në një autostradë nuk është vendosur nga makinat, por nga vetë struktura e autostradës, nga gjeometria e hapësirës përmes së cilës ato lëvizin. Drita thjesht ngjan të udhëtojë me atë shpejtësi sepse fotoni nuk kanë masë. Graviteti udhëton me të njëjtën shpejtësi sepse valet gravitacionale janë shtrembërime në të njëjtën pëllhur që përcakton atë shpejtësi. Por kjo ngre një pyetje shqetësuese. Nëse shpejtësia maksimale e shkak-pasojës është konstante dhe nëse universi po zgjeruar, a do të thotë kjo që ka rajone të universit që nuk mund të na ndikojnë kurrë? Përgjigjja është po. Dhe ky horizont po afrohet. Le të bëjmë një eksperiment mendor. Imagjinoni një galaktik kaq të largët sa hapësira midis nesh dhe saj po zgjeruar më shpejt se shpejtësia e dritës. Jo sepse galaktika po lëviz përmes hapësirës më shpejt se drita, kjo është e pamundur, por sepse vetë hapësira midis nesh dhe asaj galaktike po krijohet me një ritëm kaq të shpejt sa distanca po rritet më shpejt se sa drita mund të udhtojë. Kjo do të thotë që një foton i lëshuar nga një il në atë galaktik duke udhëtuar me 300.000 km në sekond nuk do të na arrijë kurrë. Jo sepse po lëviz ngadalë, por sepse gjatë kohës që udhton, distanca që duhet të mbulojë po rritet më shpejt se sa ai po përparon. Është si të notosh në një lumë që rrjedh më shpejt se sa ti mund të notosh. Edhe nëse notosh me forcën maksimale në drejtim të burimit, ti do vazhdosh të drejtohesh më poshtë. Dhe e njëjta gjë ndodh me valet gravitacionale. Nëse një përplasje masive e vrimave të zeza ndodh në atë galaktik të largët, valet gravitacionale që krijohen nuk do të na arrijnë kurrë. Kjo do të thotë që ka ngjarje në univers që nuk do të na ndikojnë kurrë, jo sepse janë shumë të vogla, jo sepse janë shumë të dobta, por sepse vetë struktura e shkak-pasojës, kufizuar nga shpejtësia maksimale e informacionit, i ka ndarë ato nga ne përgjithmonë. Ky kufi quhet horizonti kozmik i ngjarjeve, dhe ai po zvoglohet, por jo sepse universi po të kurret, sepse ai po përshpejtohet. Matjet tona tregojnë se 70% e universit është energji e errët, një forcë misterioze që po shtyp hapësirën të zgjeruar gjithnjë më shpejt. Sa më shumë zgjeruar universi, aq më shumë energji e errët shfaqet, duke shtyrë zgjerimin edhe më shpejt. Kjo është një rreth përforcues. Dhe rezultati është që horizonti in kozmik po ngushtohet. Galaktikët që ne mund të shohim sot, në të ardhmen e largët do të zhduken përtej këtij horizonti. Jo sepse po shkatërrohen, por sepse hapësira midis nesh dhe tyre po zgjeruar aq shpejt sa drita dhe graviteti nga ato nuk do të mund të na arrijnë. Në 10 miliarda vjet, vetëm grupi ynë lokal i galaktikave do të jetë i dukshëm. Gjithçka tjetër do të ketë kaluar përtej kufirit. Dhe nëse një qytetërim do të evolvojë në njëri nga ato galaktik të largëta, një qytetërim që do të shikojë qiellin me teleskopët e tyre më të fuqishëm, ata do të konkludojnë se universi përbëhet vetëm nga galaktika e tyre dhe disa galaktik fqinj. Ata nuk do të shohin asnjë provë për zgjerimin kozmik. Ata nuk do të shohin asnjë provë për Big Bang. Ata nuk do të dinë kurrë për ekzistencën tonë dhe ne nuk do të dimë kurrë për ta. Jo sepse ne nuk jemi mjaft inteligjent, jo sepse teknologjia jonë nuk është mjaft e avancuar, por sepse struktura vetë e shkak-pasojës na ka ndarë përgjithmonë. Kjo është një nga pasojat më tronditëse të faktit se graviteti ka shpejtësi. Por ka edhe një tjetër pasojë, njëra që ndikon drejt për drejt mënyrën se si ne matim universin. Kur astronomët matën distancën deri te galaktikat e largëta, ata shikojnë se sa e kuqe është drita që vjen nga ato. Drita zhvendoset drejt të kuqes sepse hapësira përmes së cilës ka udhëtuar është zgjeruar. Gjatësia e valës së dritës është zgjatur
sikur dikush të zgjaste një sust ndërsa ajo po lëkundet. Sa më e kuqe drita, aq më shumë ka zgjeruar universi që kur ajo u nis. Dhe nga kjo, astronomët mund të llogaritë se sa i largët është galaktika dhe sa kohë ka udhëtuar drita. Por këtu është problemi. Për të kthyer vendosjen drejt të kuqes në distancë, ne duhet të dimë se sa shpejt po zgjeruar universi. Dhe kjo shkallë e zgjerimit quhet konstante Hubble. Dhe kur ne e matim këtë konstante në mënyra të ndryshme, ne marrim përgjigje të ndryshme. Njëra mënyrë është të shikojmë dritën nga era më e hershme e universit, rrezatimi kozmik i sfondit. Kjo është drita që u lirua 300.000 vjet pas Big Bangut, kur universi ishte aq i nqehtë sa gjithçka ishte plazm. Kur universi u ftoh mjaft që protonët dhe elektronët të formojnë atome, drita u lirua dhe ka udhëtuar përmes universit qatëhera. Duke studiuar këtë dritë me detaje të jashtëzakonshme, ne mund të llogarisim se sa shpejt ishte duke u zgjeruar universi në atë kohë. Dhe duke përdorur ekuacionet e relativitetit të përgjithshëm, ne mund të parashikojmë se sa shpejt duhet të jetë duke u zgjeruar tani. Përgjigja është rreth 70 km në sekond për çdo megaparsek distancë. 1 megaparsek është rreth 3,5 milion vjet drite. Por ekziston një mënyrë tjetër për ta matur. Ne mund të shikojmë supernova, yje që shpërthejnë me një shkëlqim të parashikueshëm. Duke krahasuar se sa të ndritshme duket supernova me sa të ndritshme duhet të jetë, ne mund të llogarisim se sa larg është. Dhe duke krahasuar distancën me zhvendosjen e kuqe, ne mund të llogarisim shkallën e zgjerimit. Përgjigja nga kjo metodë është rreth 73 km në sekond për megaparsek. Kjo ndoshta nuk duket si një ndryshim i madh, por në shkencë, një ndryshim prej 4% midis dy matjeve të pavarura të njëjtës sasie është alarm i kuq. Kjo do të thotë që ose njëra nga matjet është e gabuar, ose kuptimi ynë i fizikës që lidh ato është i paplot. Dhe këtu është ku valet gravitacionale hyjnë në lojë. Kur dy yje neutron kolidojnë, ata lëshojnë si dritë, ashtu edhe valë gravitacionale. Valet gravitacionale arrin të parat, ose më saktë, ato arrin në të njëjtën kohë me dritën, por detektorët tanë i kapojnë ato më shpejt, sepse drita duhet të kalojë përmes galaktikës së burimit, që është plot pluhur dhe gaz që ngadalsojnë atë. Nga valet gravitacionale, ne mund të matim se sa energji u lëshon në kolizion, dhe kjo na tregon se sa e fortë duhet të jetë valet kur ajo u krijua. Duke krahasuar këtë me sa e fortë është kur arrin tek ne mund të llogarisim se sa larg ishte ngjarjen. Dhe duke krahasuar këtë me zhvendosjen e kuqe të dritës nga e njëjta ngjarje, ne mund të llogarisim shkallën e zgjerimit të universit në një mënyrë krejtësisht të pavarur. Kjo metodë quhet siren standarde, dhe ajo është një nga shpresat tona më të mira për të zgjidhur tensionin Hubble, konfliktin midis matjeve të ndryshme të shkallës së zgjerimit. Por ja çështja, që kjo metodë të funksionojë, ne duhet të jemi krejtësisht të sigurt që valet gravitacionale udhtojnë me të njëjtën shpejtësi si drita. Dhe ja ku bëhet e çuditshme. Sipas relativitetit të përgjithshëm, ato duhet të udhtojnë me të njëjtën shpejtësi, por ekzistojnë teori alternative të gravitacionit. Teori që përpiqen të shpjegojnë energjinë e errët ose të bashkojnë gravitin me mekanikën kuantike, ku shpejtësia e gravitacionit mund të jetë pak e ndryshme nga shpejtësia e dritës. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë metoda e sirenes standarde do të japë përgjigje të gabuara, dhe ne do të kemi interpretuar gabim zbulimet tona. Pra, shkencëtarët bën testin më preciz që kurrë nuk është bërë. Në të 17-ën gusht të vitit 2017, detektorët LIGO dhe Virgo kapën një sinjal nga një kolizion i dy yjeve neutron. Vetëm pak sekonda më vonë, teleskopët në të gjithë botën detektuan një shpërthim prej rrezesh gama, dritë me energjinë më të lartë në univers, nga e njëjta rajon i qiellit. Për herë të parë në histori, njerëzimi kishte parë të njëjtën ngjarje kozmike si me valë gravitacionale, ashtu edhe me dritë. Analiza ishte e pabesueshme në detaje. Valet gravitacionale arritën një presje 7 sekonda para dritës, por kjo vonesë nuk ishte sepse ato udhtonin me shpejtësi të ndryshme. Ishte sepse drita duhej të kalonte përmes mjedisit përreth yjeve neutron, një rajon plot me plazm dhe fusha magnetike që ngadalsuan atë. Duke llogaritur këtë efekt dhe duke krahasuar kohët e mbërritjes, shkencëtarët arritën në përfundim. Shpejtësia e valve gravitacionale dhe shpejtësia e dritës janë identike brenda një saktësie prej 1 pjese në 1/15. Kjo do të thotë që nëse ka ndonjë ndryshim, ai është më i vogël se 1 në 1 trilion trilion.
Kjo është sikur të matësh distancën nga tokat e skaj i universit të dukshëm me një gabim më të vogël se gjerësia e një atomi. Kjo matje vrau shumë teori alternative të gravitacionit. Çdo teori që parashikonte një ndryshim të madh midis shpejtësisë së gravitacionit dhe shpejtësisë së dritës ishte tani në kundërshtim me vëzhgimet. Por ajo gjithashtu konfirmoi diçka të thellë. Drita dhe graviteti nuk janë fenomene të ndara që nganjëherë udhtojnë me shpejtësi të njëjta. Ato janë shprehje të njëjtës strukture themelore. Të dyja janë valzime në pëllhurën e hapësirës dhe kohës. Të dyja përcjellin informacion me shpejtësinë maksimale të shkak-pasojës. Të dyja janë të lidhura nga e njëjta konstante themelore e natyrës. Por kjo ngre një pyetje. Pse ekziston një shpejtësi maksimale fare? Pse nuk mund diçka të udhëtojë menjëherë? Pse nuk mund një ngjarje këtu të shkaktojë një efekt atje në të njëjtën kohë? Përgjigjja ka të bëjë me vetë natyrën e kohës. Në fizikën e Newtonit, koha ishte absolute. Një sekond këtu ishte një sekond atje. Një moment ishte i njëjti moment kudo në univers. Shkaku dhe pasoja mund të ndahen në hapësirë, por ato ndodhnin në të njëjtën kohë absolute. Por Einstein tregoi se kjo është e gabuar. Koha nuk është absolute. Koha është relativ. Ajo varet nga sa shpejt po lëvizni dhe sa pranë jeni një fushe të fortë gravitacionale. Dy ngjarje që ndodhin në të njëjtën kohë për njërin vëzhgues mund të ndodhin në kohë të ndryshme për një vëzhgues tjetër. Nuk ka asnjë tani global. Nuk ka asnjë moment që zgjatet në të gjithë universin. Në vend të kësaj, ekziston një strukturë më komplekse, një gril e ngjarjeve të lidhura nga shkaqe dhe pasoja. Një ngjarje mund të ndikojë një ngjarje tjetër vetëm nëse një sinjal që udhton me shpejtësinë e dritës ose më ngadalë mund të arrijë nga njëra tek tjetra. Kjo strukturë shkaksore është ajo që përcakton tani dhe pastaj. Kjo strukturë është ajo që përcakton të kaluarën dhe të ardhmen. Kjo strukturë është koha. Dhe shpejtësia e dritës, shpejtësia e shkak-pasojës, është kufiri që ndan ngjarjet që mund të ndikojnë njëra tjetrën nga ngjarjet që nuk mund. Imagjinoni se jeni duke qëndruar në një dhomë krejtësisht e errët. Ju keni një çelës në dorë. Ju e dini se diku në errësirë ka një derë, por ju nuk e dini se ku është ajo derë. Ju nuk e dini se sa larg është. Ju nuk e dini madje nëse çelësi juaj do ta hap atë. Tani, imagjinoni se dikush ju thotë, çelësi që ju mbani nuk është thjesht një copë metali. Është një copë e vetë strukturës së realitetit. Dhe dera që ju kërkoni nuk është thjesht një derë. Është kufiri midis asaj që mund të dini dhe asaj që nuk mund të dini kurrë. Kjo është pikërisht situata në të cilën shkencëtarët e gjetën veten në vitet e fundit, dhe eksperimenti që po ju tregoj tani ndryshoi gjithçka. Data ishte 8 gusht i vitit 2021. Orët e para të mëngjesit në Observatorin Evropian Jugor në Çili. Teleskopi VLT, teleskopi shumë i madh, ishte fokusuar në një rajon të caktuar të qiellit. Astronomët ishin duke pritur diçka që nuk kishin parë kurrë më parë. 2 ditë më parë, detektorët LIGO dhe Virgo kishin kapur një sinjal, një tjetër kolizion kozmik. Por kësaj here, diçka ishte ndryshe. Sinjali nuk ishte nga një kolizioni 2 vrimave të zeza. Nuk ishte nga një kolizioni 2 yjeve neutron. Ishte nga diçka që askush nuk e kishte parë më parë. Kolizioni i një vrime të zezë dhe një ylli neutron. Një yll neutron është mbetja e një ylli masiv që ka shpërthyer në një supernova. E gjithë masa e një ylli më të madh se dielli ton, e ngjeshur në një sferë me diametër vetëm 20 kilometra. Një lugj caji e materialit të një ylli neutron do të peshonte 1 miliard ton. Një vrimë e zezë është edhe më ekstreme, një rajon i hapësirës ku graviteti është aq i fortë sa asgjë, madje as drita, nuk mund të shpëtojë. Kur këto dy monstra kozmik kolidojnë, ato krijojnë një shfaqje që është pothuajse e paimagjinueshme. Ylli neutron, ndërsa spiralizon drejt vrimës së zezë, filloi të coptohet nga forcat marrëzore të gravitetit. Shtresa të tëra materiali u grisën nga sipërfaqja e tij dhe u rrotulluan në një disk përreth vrimës së zezë. Një disk aq i nxehtë sa shkëlqente në rreze gama. Dhe pastaj, në milisekonda, gjithçka u gëlltit. Ylli neutron u thith në vrimën e zezë.
Përplasja e fundit çliroi një valë gravitacionale aq të fortë sa shkundi pëllhurën e hapësirës në një distancë të pamas. Por këtu është detaji kritik. Në momentin e fundit, para se ylli neutron të zhdukte përgjithmonë, materiali i nqehtë përreth tij shkëlqeu. Lëshoi dritë, rreze gama, dritë të dukshme, infra të kuqe, gjithë spektrin elektromagnetik. Dhe për shkak se teleskopët tanë tashmë ishin të drejtuara pikrisht në atë rajon të qiellit, sepse detektorët e valëve gravitacionale na kishin treguar saktësisht ku të shikojmë, ne kaptëm atë dritë. Për herë të dytë në histori, njerëzimi pa të njëjtën ngjarje kozmike si me valë gravitacionale, ashtu edhe me dritë. Por kësaj here me një saktësi edhe më të madhe, me instrumente edhe më të mira, me një kuptim edhe më të thellë të asaj që po matnim. Analiza zgjati muaj. Ekipe nga e gjithë bota krahasuan të dhënat. Ata llogaritën kohën e saktë kur valet gravitacionale arritën çdo detektor. Ata llogaritën kohën e saktë kur drita arriti çdo teleskop. Ata morën parasysh çdo vonesë të mundshme. Kohën që i duhej dritës për të kaluar përmes galaktikës së burimit, ndikimin e fushave gravitacionale përgjatë rrugës, madje edhe efektet e vogla të plazmës ndërhyjore që mund të ngadalësonte dritën. Dhe rezultati ishte magjepsës. Valet gravitacionale dhe drita kishin udhëtuar 130 milion vjet dritë përmes universit në zgjerim. Ato kishin kaluar përmes galaktikëve, përmes qindra milion vitesh kozmike. Dhe kur arritën tokën, diferenca në kohën e tyre të mbërritjes ishte më pak se 2 sekonda. Kjo nuk ishte thjesht një matje. Kjo ishte një konfirmim themelor i strukturës së realitetit. Kjo tregoi se drita dhe graviteti nuk thjesht udhëtojnë me shpejtësi të ngjashme. Ata udhëtojnë me të njëjtën shpejtësi, me një saktësi që e kalon çdo eksperiment tjetër në historinë e shkencës. Por këtu është ku bëhet me të vërtet interesante, dhe këtu është ku shumë njerëz e humbasin rrugën. Sepse kjo matje nuk ishte thjesht një kurreshtje akademike. Kjo kishte pasoja direkte për pyetjet më të mëdha që njerëzimi po bën. Sa i madh është universi? Sa i vjetër është? Nga çfarë përbëhet? Ku po shkon? Për të kuptuar pse, le të kthehemi në problemin që e përmenda më parë. Tensioni Hubble. Kur astronomët matën se sa shpejt po zgjeruar universi duke përdorur rrezatimin kozmik të sfondit, dritën nga 300.000 vjet pas Big Bangut, ata arritën në një përfundim. Universi po zgjeruar me një shkallë prej rreth 70 km në sekond për çdo megaparsek distancë. Por kur ata e matën të njëjtën gjë duke përdorur supernova, yje që shpërthejnë me një shkëlqim të parashikueshëm, ata arritën në një përfundim tjetër. Rreth 73 km në sekond për megaparsek. Kjo diferencë prej 4% nuk është një gabim matjeje. Të dyja matjet janë bërë me kujdes të jashtëzakonshëm. Të dyja janë kontrolluar dhe rikontrolluar nga ekipe të pavarura. Të dyja janë përsëritur me instrumente gjithnjë më të mira, dhe megjithatë, përgjigjet nuk përputhen. Kjo do të thotë vetëm një gjë. Ose njëra nga metodat ka një gabim sistematik që ne nuk e kemi gjetur ende, ose kuptimi ynë i fizikës që lidh ato është i paplot. Dhe këtu hyjnë valet gravitacionale. Sepse ato ofrojnë një mënyrë krejtësisht të pavarur për të matur shkallën e zgjerimit. Një mënyrë që nuk varet as nga rrezatimi kozmik i sfondit, as nga supernovat. Kur dy yje neutron kolidojnë dhe lëshojnë si valë gravitacionale ashtu edhe dritë, ne mund të përdorim valet gravitacionale për të matur se sa energji u çlirua. Kjo na tregon se sa të forta duhet të kenë qenë valet kur ato u krijuan. Duke krahasuar këtë me sa të forta janë kur arrin tek ne, ne mund të llogarisim se sa larg ndodhi kolizioni. Dhe duke krahasuar këtë me zhvendosjen e kuqe të dritës nga e njëjta ngjarje, ne mund të llogarisim shkallën e zgjerimit. Kjo metodë ka një emër të bukur, sirena standarde. Emri vjen nga fakti se valet gravitacionale janë si një sirenë që tingëllon ndërsa burimi po largohet. Frekuenca zvogëlohet ndërsa zgjerimi i universit zgjat valët. Por ja çështja kritike. Që kjo metodë të funksionojë, ne duhet të jemi krejtësisht të sigurt që valet gravitacionale udhëtojnë me të njëjtën shpejtësi si drita. Sepse nëse ato udhëtojnë me shpejtësi pak të ndryshme, atëherë matjet tona të distancës do të jenë të gabuara. Dhe nëse matjet e distancës janë të gabuara, atëherë llogaritjet tona të shkallës së zgjerimit do të jenë të gabuara. Dhe këtu është ku eksperimenti që sapo ju përshkrova bëhet kritik.
sepse ai tregoi me saktësinë më të lartë që kurrë nuk është arritur se valet gravitacionale dhe drita udhëtojnë me të njëjtën shpejtësi, brenda një saktësie prej një pjese në 1/15. Kjo do të thotë se metoda e sirenes standarde është e besueshme, dhe kjo do të thotë se ne mund ta përdorim atë për të zgjidhur tensionin Hubble. Por deri më tani, ne kemi detektuar vetëm pak kolicione që lëshojnë si valë gravitacionale ashtu edhe dritë. Ne kemi nevojë për më shumë të dhëna. Ne kemi nevojë për detektor më të ndjeshëm. Ne kemi nevojë për vite të tjera vëzhdimesh. Dhe këtu është ku dikush mund të ndalojë dhe të thotë: "Prisni një minutë. Apo më thoni se e gjithë kjo, të gjitha këto eksperimente, të gjithë këto detektor, të gjithë këto matje, bazohen në një supozim? Në besimin se relativiteti i përgjithshëm është i saktë, se valet gravitacionale udhtojnë me shpejtësinë e dritës sepse Einstein e tha kështu?" Kjo është një pyetje e shkëlqyer, dhe përgjigjja është jo. Shkenca nuk funksionon me besim. Shkenca funksionon me testim. Çdo teori, sado e bukur, sado e sukseshme, sado e respektuar, duhet të testohet vazhdimisht kundrejt realitetit. Dhe nëse realiteti bie ndesh me teorinë, është teoria që duhet të ndryshojë, jo realiteti. Einstein e kuptoi këtë më mirë se kushdo. Kur ai publikoi teorinë e përgjithshme të relativitetit në vitin 1915, ai nuk u tha shkencëtarëve të tjerë ta besonin atë. Ai u dha atyre parashikime specifike që mund të testoheshin. Njëra parashikim ishte se drita nga yjet e largëta do të përkulet kur kalon pranë diellit. Në vitin 1909 bujet, gjatë një eklipsi diellore totale, astronomët matën pozicionin e yjeve që dukeshin pranë skajit të diellit, dhe ata gjetën se pozicionet ishin zhvendosur, saktësisht aq sa Einstein kishte parashikuar. Një parashikim tjetër ishte se koha do të ecte më ngadalë në një fushë gravitacionale të fortë. Në vitet 60, shkencëtarët testuan këtë duke vendosur ora atomike shumë të sakta në maja të ndryshme të një kule. Ora në maj, ku fusha gravitacionale ishte pak më e dobët, ecte pak më shpejt se ora në fund. Saktësisht siç kishte parashikuar Einstein. Dhe tani, me detektimin e valve gravitacionale, ne kemi testuar parashikimin më të guximshëm të Einstein, që hapësira koha vetë mund të valëzohet, dhe që këto valëzime përhapen me shpejtësinë e dritës. Por këtu është diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Edhe pse relativiteti i përgjithshëm ka kaluar çdo test që kemi bërë, kjo nuk do të thotë se është teori perfekte. Askush, as Einstein vetë, nuk ka menduar kurrë se relativiteti i përgjithshëm është fjala e fundit. Sepse ekziston një rajon ku ne e dim se relativiteti i përgjithshëm nuk funksionon. Brenda një vrime të zezë, në atë që quhet singulariteti. Aty, sipas ekuacioneve të Einstein, dendësia bëhet e pafundme. Lakimi i hapësirës kohës bëhet i pafund. Fizika, ashtu siç e njohim, thjesht pushon së funksionuari. Por një teori që parashikon pafundsinë është një teori që po na thotë se diçka ka shkuar keq. Sepse në botën reale, asgjë nuk është vërtet e pafundme. Pafundësia është zakonisht një sinjal se ne po e shtirim teorinë përtej kufive të saj të aplikueshmërisë. Dhe këtu është ku ne arrim në një nga kufit më të mëdhenj të fizikës moderne, graviteti kuantik. Relativiteti i përgjithshëm përshkruan gravitin në shkallë të madhe, shkalla e yjeve, galaktikëve, universi. Mekanika kuantike përshkruan materien dhe energjinë në shkallë të vogël, shkalla e atomeve, elektroneve, fotonëve. Të dyja teorit janë jashtëzakonisht të sukseshme brenda domeneve të tyre. Por kur përpiqeni t'i kombinoni ato, kur përpiqeni të përshkruani se çfarë ndodh kur fusha gravitacionale bëhen aq të forta sa efektet kuantike bëhen të rëndësishme, ekuacionet thjesht nuk funksionojnë. Ato japin përgjigje pa kuptim. Ato parashikojnë pafundësi kudo. Kjo do të thotë se ne kemi nevojë për një teori të re, një teori që bashkon relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike në një përshkrim të vetëm koherent të realitetit. Dhe në atë teori të ardhshme, shpejtësia e gravitacionit mund të mos jetë aq e thjeshtë sa ne mendojmë. Disa teori kandidate për gravitin kuantik, si teoria e kordave apo graviteti kuantik i lakuar, sugjerojnë se në shkallë shumë të vogla, shkalla Planck, rreth 1/35 pjesë të një metri, hapësira koha nuk është një pëllhur e qetë. Ajo është një shkum kuantike, duke vallëzuar vazhdimisht midis konfiguracioneve të ndryshme. Në atë shkallë,
Koncepti i një shpejtësie të qartë mund të humbas kuptimin. Valët gravitacionale mund të ndërveprojnë me këtë strukturë kuantike në mënyra që ne ende nuk i kuptojmë. Ato mund të eksperiencojnë pak zvarritje, pak shpërndarje, ndoshta madje një ndryshim të vogël në shpejtësi në varësi të frekuencës. Nëse kjo është e vërtet, atëherë valët gravitacionale me frekuenca të ndryshme, valë nga kolizime të ndryshme në distanca të ndryshme, mund të udhtojnë me shpejtësi pak të ndryshme. Dhe duke matur këto diferenca të vogla, ne mund të mësojmë diçka për strukturën kuantike të hapësirës kohës. Por këtu është sfida. Këto efekte do të jenë jashtëzakonisht të vogla. Aq të vogla sa me teknologjinë tonë aktuale ne nuk mund t'i detektojmë. Ne mund të matim që shpejtësia e valëve gravitacionale dhe shpejtësia e dritës janë të njëjta brenda një pjese në 1/15. Por nëse efektet e gravitetit kuantik janë në nivelin e një pjese në 1/20 ose 1/25, ne nuk do t'i shohim ato me LIGO. Ne nuk do t'i shohim me Virgo. Ne nuk do t'i shohim ma gjas me detektorët e arshëm në hapësirë që janë duke u planifikuar tani. Ne do të kemi nevojë për diçka edhe më të ndjeshme. Diçka që mund të kap diferenca aq të vogla sa janë pothuajse në kufirin e asaj që fizika lejon të matet. Dhe këtu është kur dikush tjetër mund të ndërhyjë dhe të thotë: "Por prisni, apo më thoni se pas të gjitha këtyre eksperimenteve, të gjitha këtyre matjeve, të gjitha këtyre zbulimeve, ne ende nuk e dim me siguri se si funksionon graviteti, që ne ende po hamendsojmë." Dhe këtu është ku duhet të jem krejtësisht i ndershëm me ju. Po, pikrisht kështu. Ne ende nuk e dim. Ne e dim se graviteti ka shpejtësi. Ne e dim se ajo shpejtësi është e njëjtë me shpejtësinë e dritës brenda çdo matjeje që kemi bërë. Ne e dim se relativiteti i përgjithshëm përshkruan gravitinë me saktësi të jashtëzakonshme në një gamë të gjerë situatash. Por ne gjithashtu e dim se relativiteti i përgjithshëm nuk është historia e plotë. Ne e dim se ekzistojnë situata, brenda vrimave të zeza, në momentin e Big Bangut, ndoshta në shkallë shumë të vogla, ku teoria duhet të zbërthehet. Dhe kjo është normale. Kjo është se si shkenca funksionon. Çdo teori është një parafrim, një përshkrim që funksionon brenda një game të caktuar kushtesh. Kur ju shtyheni përtej asaj game, ju zbuloni kufi. Dhe ato kufi ju tregojnë se ku duhet të kërkoni për teorinë më të thella. Ligji i Newtonit i gravitacionit funksionoi përsosur për më shumë se 2 shekuj. Ai na lejoi të llogarisim orbitat e planeteve, të parashikojmë eklipset, të dërgojmë raketa në hën, por kur shkencëtarët filluan të bëjnë matje më të sakta, kur ata vëzhguan si Mërkuri zhvendoset pak nga orbita që Newtoni kishte parashikuar, si drita përkulet pranë diellit, ata gjetën kufijtë e teorisë së Newtonit. Dhe ato kufi i quan në relativitetin e përgjithshëm. Tani ne jemi duke gjetur kufijtë e relativitetit të përgjithshëm, dhe ato kufi po na çojnë drejt diçka të re, diçka që ne ende nuk e kemi zbuluar plotësisht. Por këtu është gjëja e mrekullueshme. Çdo herë që ne kemi zbuluar një kufi të një teorie të vjetër, teoria e re që e ka zvendësuar ata nuk e ka hedhur poshtë të vjetrën krejtësisht. Relativiteti i përgjithshëm nuk e tregoi se Newtoni ishte gabim. Ai tregoi se Newtoni ishte një parafrim. Një parafrim që funksionon përsosht për fusha gravitacionale të dobta dhe shpejtësi të ulta. Në të njëjtën mënyrë, teoria e ardhshme e gravitetit kuantik nuk do të tregojë se relativiteti i përgjithshëm është gabim. Ajo do të tregojë se relativiteti i përgjithshëm është një parafrim. Një parafrim që funksionon përsosht për shkallë mbi shkallën Planck, por ajo gjithashtu do të na tregojë diçka të re. Diçka për strukturën e hapësirës kohës në nivelin më themelor. Diçka për natyrën e shkak-pasojës. Diçka për kufirin ultimat të asaj që mund të dihet. Dhe kjo na kthen tek pyetja që e filloi këtë udhtim. Nëse dielli do të zhdukte, sa kohë do të kalonte derisa ne ta dim? Tani ne e dim përgjigjen. 8 minuta e 20 sekonda. Sepse drita dhe graviteti të dyja përhapen me të njëjtën shpejtësi, shpejtësinë maksimale të shkak-pasojës. Por këtu është pyetja më e thellë. Pse ne e dim këtë? Pse ne jemi aq të sigurt? Sepse ne e kemi testuar atë. Ne e kemi matur atë. Ne e kemi konfirmuar me eksperimente që janë në mesin e më të sakta që njerëzimi ka kryer kurrë. Por çdo eksperiment ka kufi. Çdo matje ka pasiguri. Çdo teori ka kufi aplikueshmërie.
Dhe përtej atij kufiri, ne nuk e dim se çfarë pret. Ndoshta në shkallë shumë të vogla, ose në fusha shumë të forta gravitacionale, ose në univers shumë të hershëm, graviteti sillet pak ndryshe nga sa parashikon relativiteti i përgjithshëm. Ndoshta ka efekte të vogla që instrumentet tona ende nuk mund t'i detektojnë. Ose ndoshta jo. Ndoshta relativiteti i përgjithshëm është më i saktë se sa ne imagjinonim. Ndoshta ai zbatohet deri në shkallë Planck pas një modifikim. Ne nuk e dim. Dhe kjo është e bukura e shkencës. Sepse shkenca nuk është një grup faktesh që duhet të mësohen përmendësh. Shkenca është një proces. Një proces i bërjes së pyetjeve, projektimit të eksperimenteve, matjes së rezultateve dhe lënia që realiteti të na tregojë nëse jemi në rrugë të gabuar. Dhe nganjëherë realiteti na tregon se ne jetem në rrugë të gabuar. Nganjëherë ai na tregon se bota funksionon në mënyrë plotësisht të ndryshme nga ajo që menduam. Por nganjëherë, dhe këto janë momentet më magjepse, realiteti na tregon se intuita jon ishte e saktë. Që ekuacionet që shkruam përshkruajnë diçka reale, që universi në të gjithë kompleksitetin e tij mund të kuptohet. Kur Einstein shkroi ekuacionet e relativitetit të përgjithshëm në vitin 1915, ai nuk ishte asnjë provë eksperimentale direkte që hapësira koha mund të valëzohet. Ai nuk ishte asnjë detektor që mund të kapte valë gravitacionale. Ai kishte vetëm matematik, ekuacione të bukura, simetrike, që dukeshin sikur përshkruanin diçka thelbësore për universin. Dhe ai e besoi ato ekuacione. Jo sepse donte t'i besonte, por sepse ato ishin shumë të bukura për të qenë të gabuara. Një shekull më vonë, ne detektuam valët që ai kishte parashikuar. Ne matëm shpejtësinë e tyre. Ne konfirmuam që drita dhe graviteti janë të lidhura nga e njëjta konstante themelore. Dhe në atë moment, njerëzimi arriti diçka të jashtëzakonshme. Ne dëgjuam veten e universit që flet. Por ajo që universi po na tregon nuk është thjesht një fakt për shpejtësinë e gravitacionit. Është diçka shumë më e thellë. Është po na tregon se realiteti ka strukturë, që shkaku dhe pasoja janë të lidhura, që informacioni nuk mund të udhtojë menjëherë, që ekziston një rrjet i lidhjes që përcakton çfarë mund të ndikojë çfarë. Dhe ky rrjet, kjo strukturë shkaksore, është thellësisht e lidhur me natyrën e kohës vet. Por çfarë është koha? Pse kalon ajo? Pse ne mbajmë mend të kaluarën por jo të ardhmen? Pse shkaku vjen para pasojës dhe jo anasjeltas? Këto pyetje na çojnë përtej fizikës dhe në filozofi, dhe aty, përtej skajt të asaj që ne mund të testojmë dhe matim, fillon diçka edhe më mistere. Në fillim të kësaj udhëtimi, ne filluam me një pyetje të thjeshtë. Nëse dielli do të zhdukte, sa kohë do të kalonte derisa ne ta dim? Tani, pas gjithë shkaje që kemi eksperuar, pas gjithë historisë së njerëzimit që ka luftuar për të kuptuar gravitin, pas zbulimit të valve gravitacionale dhe konfirmimit se ato udhtojnë me shpejtësinë e dritës, ne e dim përgjigjen. 8 minuta e 20 sekonda. Por këtu, në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, në trurin tuaj po ndodh diçka e jashtëzakonshme. Qindra miliarda neuron po shkëmbejnë sinjale elektrike me shpejtësi që rrallet e i kalojnë 100 metra në sekond. Kjo është gati 3 milion herë më ngadalë se shpejtësia e dritës. Dhe megjithatë, këto sinjalet e ngadalta po krijojnë diçka që duket se te i kalon fizikën. Vetdijen tuaj për universin. Aftësinë tuaj për të pyetur pse. Universi është i ndërtuar nga ligje që kufizojnë shpejtësinë maksimale të informacionit. Asgjë nuk mund të udhtojë më shpejt se drita. Asnjë sinjal nuk mund të përcjellë shkak më shpejt se 300.000 kilometra në sekond. Dhe megjithatë, brenda këtij kufiri absolut, brenda këtyre neuroneve që funksionojnë me shpejtësi Snells krahasuar me fotonët, ka lindur një sistem që mund të konceptojë vetë shpejtësinë e dritës, që mund të projektojë detektor për të kapur valëzimin e hapësirës kohës, që mund të pyes pyetje për natyrën e realitetit. Si është e mundur kjo? Si një sistem fizik i lidhur nga kufijtë e shkak-pasojës mund të kuptojë ato kufi? Kjo është njëra nga pyetjet më të thella që filozofia ka ngritur ndonjëherë. Pyetja e vetdijes. Dhe ajo lidhet në mënyra të çuditshme me pyetjen që ne kemi shqyrtuar gjatë gjithë kësaj udhtimi. Pyetjen e shpejtësisë së informacionit. Mendoni këtë.
Çdo mendim që ju keni, çdo kujtesë që ju mbani, çdo vendim që merrni, është rezultati i sinjalizimit neural. Elektroni që lëvizin përgjatë membranave qelizore, molekula kimike që kalojnë nëpër sinapse, të gjitha këto janë procese fizike që ndodhin me shpejtësi të kufizuara nga ligjet e fizikës. Kjo do të thotë se ka një vonesë themelore midis momentit kur diçka ndodh në botën e jashtme dhe momentit kur truri juaj regjistron atë. Kur ju shikoni një yll në qiell, fotoni që godet retinën tuaj ka udhëtuar për vite, shekuj, madje miliona vjet. Por edhe pasi ka arritur syrin tuaj, duhen disa milisekonda për sinjalet të përhapen përmes nervit optik dhe të arrijnë në korteksin vizual. Disa milisekonda të tjera për ato sinjale të integrohen në një përvojë të vetëdijshme. Kjo do të thotë se ju nuk jeni duke përjetuar momentin e tanishëm. Ju jeni duke përjetuar një vonesë. Një rikonstruksion që truri juaj krijon nga sinjale që arrin në kohë të ndryshme nga pjesë të ndryshme të trupit tuaj. Dhe megjithatë, ju e përjetoni këtë si një tani i vazhdueshëm, si një moment i vetëm koherent. Si e bën truri këtë? Si ai sinkronizon sinjale që arrin në kohë të ndryshme nga shqisat e ndryshme dhe i zhduron ato në një përvojë unike të realitetit? Ne nuk e dim. Kjo është një nga pyetjet e mëdha të pasgjidhura në neuroshkencë, problemi i vështirë i vetëdijes. Si një sistem fizik i bërë nga atome dhe molekula, i qeverisur nga ligjet e kimisë dhe elektricitetit, krijon përvojën subjektive, ndjenjen e të qenit diçka. Disa shkencëtarë argumentojnë se vetëdia është një pronë që lind nga kompleksiteti, që kur një sistem bëhet mjaft kompleks, kur ai fillon të përpunojë informacion në mënyra mjaft të sofistikuara, lind vetëdia si një fenomen i ri që nuk mund të parashikohet nga vetit e komponenteve individual. Të tjerë argumentojnë se vetëdia është themelore, sikurse hapësira dhe koha. Që ajo nuk është diçka që lind nga materia, por diçka që ka ekzistuar gjithmonë, dhe se truri thjesht e përqendron atë, sikurse një lente përqendron dritën. Të tjerë ende argumentojnë se vetëdia është një iluzion, një truk që truri luan mbi vetveten, që nuk ka asnjë ndjenjë reale e të qenit diçka, vetëm algoritme komplekse që krijojnë iluzionin e vetëdijes. Ne nuk e dim se cila nga këto ide është e saktë, ndoshta asnjëra prej tyre. Ndoshta vetëdia është diçka krejtësisht tjetër që ne ende nuk kemi konceptuar. Por këtu është lidhja me shpejtësinë e gravitacionit. Njësoj si ekziston një kufi për shpejtësinë me të cilën informacioni mund të përhapet përmes hapësirës, ndoshta ekziston një kufi për kompleksitetin me të cilin informacioni mund të integrohet në vetëdije. Ndoshta struktura shkaksore që përcakton si drita dhe graviteti udhtojnë gjithashtu përcakton si mendimet dhe kujtesa formohen. Ndoshta koha që duket se kalon, koha që ne përjetojmë si një rrjev nga e kaluara në të ardhmen, është e lidhur në mënyrë themelore me strukturën shkaksore të universit. Por këtu është ku ne arrim në kufirin e asaj që fizika mund të na tregoj. Fizika mund të përshkruaj si informacioni përhapet. Ajo mund të llogarisë shpejtësinë e valve gravitacionale. Ajo mund të parashikojë si hapësira lëkundet kur dy vrima të zeza kolidojnë. Por fizika nuk mund të na tregojë pse ndjejmë kalimin e kohës. Pse ne mbajmë mend të kaluarën, por jo të ardhmen? Pse ka një shigjete e kohës që pika nga e kaluara drejt të ardhmes, kur ligjet themelore të fizikës janë simetrike në kohë, kur ato funksionojnë njësoj nëse e luani kohën përpara ose prapa. Kjo është një nga pyetjet më të mëdha në fizik, origjina e shigjetes së kohës, dhe ajo lidhet me një koncepti tjetër themelor, entropia. Entropia është një masë e çrregullimit. Një sistem me entropinë e ulët është i rregulluar, i strukturuar, i organizuar. Një sistem me entropinë e lartë është kaotik, i organizuar, i shpërndar. Ligji i dytë i termodinamikës thotë se entropia e një sistemi të mbyllur gjithmonë rritet me kalimin e kohës. Rregullimi bëhet çrregullim, struktura bëhet kaos. Informacioni shpërndahet dhe humbet. Kjo është arsyeja pse një fillshan kafeje ngrohtë ftohet, por kurrë nuk nxehet vetë. Pse një pasqyrë e thyër nuk rimontohet vetë. Pse ju plakeni, por nuk ringjalleni. Dhe kjo është ajo që përcakton shigjeten e kohës. Të kaluara është gjendja e entropinë më të ulët. E ardhmja është gjendja e entropinë më të lartë. Koha kalon në drejtimin e rritjes së entropinë. Por këtu është misteri. Pse universi filloi në një gjendje të entropinë aq të ulët?
Në momentin e Big Bangut, të gjithë energjinë dhe materia në univers ishin të përqendruara në një rajon jashtëzakonisht të vogël. Kjo ishte një gjendje e rregullimit të jashtëzakonshëm, një gjendje e entropinë shumë të ulët. Veç atëherë, për 14 miliard vjet, entropia ka qenë duke u rritur. Hapësira ka zgjeruar, energjia është shpërndar, struktura është formuar dhe ka filluar të zbërthehet. Por pse filloi universi në atë gjendje? Pse nuk filloi në ekuilibrin termal, ku entropia është maksimale dhe asgjë interesante nuk ndodh? Ne nuk e dim. Kjo është një nga pyetjet më të thella në kozmologji, dhe përgjigja mund të kërkojë një teori që shkon përtej relativitetit të përgjithshëm, përtej mekanikës kuantike, në një përshkrim të ri të realitetit që ne ende nuk e kemi zbuluar. Por këtu është diçka që ne dim. Universi në të cilin ne jetojmë është i jashtëzakonshëm në ekuilibrin e tij midis rregullimit dhe kaosit. Nëse entropia fillestare do të kishte qenë edhe pak më e lartë, struktura nuk do të kishte formuar kurrë. Nuk do të kishte yje, nuk do të kishte planet, nuk do të kishte jetë. Nëse konstanta gravitacionale do të ishte edhe pak më e fortë, universi do të kishte kolapsuar në vetvete shumë shpejt për të lejuar formimin e yjeve. Nëse konstanta gravitacionale do të ishte edhe pak më e dobët, materia nuk do të ishte ngjeshur kurrë mjaft për të formuar yje. Nëse forca elektromagnetike do të ishte edhe pak më e ndryshme, atomet nuk do të mund të formonin molekula komplekse. Universi duket i kalibruar me saktësi të jashtëzakonshme për të lejuar ekzistencën e strukturës komplekse, të lejoj ekzistencën e jetës, të lejoj ekzistencën tuaj. Disa shkencëtarë quajnë këtë principin antropik. Ideja se universi duhet të ketë vetit që lejojnë jetën, sepse nëse nuk i kishte, ne nuk do të ishim këtu për ta vëzhguar atë. Të tjerë quajnë si provë për një multivers, ku ekzistojnë miliarda universe me ligje të ndryshme fizike dhe ne thjesht ndodhemi në njërin që rastësisht ka kushtet e duhura. Të tjerë ende e shohin si mister që fizika nuk mund ta shpjegojë, një pyetje që na shtyn përtej shkencës dhe në metafizik. Ne nuk e dim se cila nga këto ide është e saktë, ndoshta asnjëra prej tyre. Ndoshta ekziston një shpjegim më i thellë që ne ende nuk kemi konceptuar. Por këtu është gjëja e mahnitshme. Pavarësisht nga pasiguria jon, pavarësisht nga të gjitha pyetjet që mbeten pa përgjigje, ne kemi bërë progres të jashtëzakonshëm në kuptimin e universit. Ne kemi zbuluar se graviteti ka shpejtësi. Ne kemi detektuar valët që lëkunden hapësirën kohën. Ne kemi dëgjuar jehonën e vrimave të zeza që koliduan 1 miliard vjet më parë. Ne kemi matur zgjerimin e universit dhe kemi zbuluar se ai po përshpejtohet. Ne kemi ndërtuar teori matematike që përshkruajnë realitetin me saktësi të pabesueshme. Dhe gjithë kjo ka ndodhur sepse njerëzit kanë pyetur pyetje, sepse ata kanë refuzuar të pranojnë ignorancën si përgjigje përfundimtare. Sepse ata kanë ndërtuar instrumente, kanë projektuar eksperimente, kanë testuar ide kundër realitetit. Por për çdo pyetje që kemi përgjigjur, kemi zbuluar 10 pyetje të reja. Ne nuk e dim se çfarë është energjia e errët. Ne nuk e dim se çfarë është materia e errët. Ne nuk e dim si të bashkojmë relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike. Ne nuk e dim se çfarë ndodh brenda një vrime të zezë. Ne nuk e dim se çfarë ndodhi para Big Bangut ose nëse pyetja ka kuptim. Ne nuk e dim nëse universi ynë është i vetëm ose nëse është 1 ndër miliarda. Ne nuk e dim nëse ligjet e fizikës që ne kemi zbuluar janë absolute, ose nëse ato janë aksidentale, specifike për këtë univers. Ne nuk e dim se si lind vetëdia nga materia. Ne nuk e dim pse ekziston diçka në vend të asgjëje. Dhe ndoshta këto janë pyetjet më të rëndësishme, sepse çdo përgjigje që kemi gjetur deri më tani na ka çuar në pyetje edhe më të thella. Çdo horizont që kemi arritur ka zbuluar një terren të ri përtej tij. Çdo mister që kemi zgjidhur ka hapur dyert për mistere edhe më të mëdha. Dhe kjo ndoshta është mënyra se si universi funksionon. Ndoshta nuk ka fund për thellësinë. Ndoshta për çdo nivel të kuptimit që arrim, ka një nivel më themelor duke pritur të zbulohet. Ose ndoshta jo. Ndoshta ne do të arrim në fund një ditë. Një teori përfundimtare që shpjegon gjithçka. Një grup ekuacionesh nga të cilat të gjitha vetit e universit mund të derivohen. Por edhe nëse ne arrim atë teori, edhe nëse ne zbulojmë ligjet përfundimtare të fizikës, pyetjet nuk do të ndalojnë. Sepse do të mbetet një pyetje që asnjë ekuacion nuk mund ta përgjigjë.
Pse këto ligje dhe jo të tjera? Pse universi zgjodhi këtë grup rregullash specifike dhe jo një grup tjetër? Dhe nëse ne themi se nuk ishte një zgjedhje, se ligjet janë siç janë sepse ato janë të vetmet ligje të mundshme, atëherë pse ekziston vetëm një grup ligjesh të mundshme? Këto janë pyetje që na shtojnë përtej fizikës dhe në filozofi. Dhe atje, në atë rajon ku shkenca takon metafizikën, ekziston një mister që ndoshta nuk do të zgjidhet kurrë. Por ndoshta ky është pikërisht qëllimi. Ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta akti i pyetjes, procesi i kërkimit, udhtimi i zbulimit është ajo që jep kuptim në ekzistencën tonë. Sepse mendoni këtë, ju jeni një grumbull atomesh, karboni, oksigjeni, hidrogjeni, azoti, disa elemente në gjurmë të tjera. Asgjë e veçantë në vetvete. Të njëjtat atome që gjenden në shkëmbin, në ujë, në ajër. Por ato atome janë rregulluar në një mënyrë specifike. Ato formojnë qeliza, që formojnë inde, që formojnë organe, që formojnë një sistem që mund të mendoj, që mund të pyes, që mund të kuptoj. Ju jeni një mënyrë që universi është duke u vetdiesuar. Ju jeni një përpjekje e materisë për të kuptuar vetveten. Dhe kjo është e jashtëzakonshme, sepse në të gjithë universin, aq sa ne e dim, asgjë tjetër nuk po bën këtë. Asnjë yll nuk po pyet se si ai djeg hidrogjeni. Asnjë vrimë e zezë nuk po pyet se çfarë ndodh në singularitetin e saj. Asnjë galaktik nuk po pyet se si ajo formuar. Vetëm ju, vetëm ne. Vetëm këto sisteme komplekse të vetdijes që kanë lindur në një kënd i vogël i një galaktike të zakonshme në një univers të pafund. Dhe nëse universi do të vazhdojë të zgjeruar përgjithmonë, nëse energjia e errët do të vazhdojë ta shtyjë atë më shpejt, atëherë një ditë, në të ardhmen e largët, të gjitha yjet do të shuar. Të gjithë energjia do të shpërndahet aq holl sa temperatura do të afrohet zeros absolute. Asgjë nuk do të lëviz. Asgjë nuk do të ndryshojë. Asgjë nuk do të mendoj. Universi do të arrijë një gjendje të quajtur vdekja termike, ku entropia është maksimale dhe asgjë interesante nuk mund të ndodhë më. Por kjo është triliona e triliona vjetësh në të ardhmen. Një afat kohor aq i gjatë sa mendje njerëzore nuk mund ta konceptojë atë. Dhe në ndërkohë, tani, në këtë moment, në këtë periudhë të shkurtër kozmike kur yjet po ndriçojnë dhe planetet po rrotullohen dhe jeta po lullzon, diçka e mahniqme po ndodh. Universi po mendoj për vetveten, përmes jush, përmes meje, përmes çdo mendjeje që po pyet pyetje. Dhe kjo ndoshta është përgjigja përfundimtare për pyetjen që e filloi këtë udhtim. Nëse dieli do të zhdukte, ne do të vazhdonim të rrotulloheshim në orbitën e tij për 8 minuta e 20 sekonda, sepse graviteti udhton me shpejtësinë e dritës, sepse shkaku dhe pasoja janë të lidhura nga kufi absolut. Por pyetja më e thellë nuk është sa kohë do të kalonte derisa ne ta dim. Pyetja më e thellë është pse ne e dim fare? Se një sistem fizik i qeverisur nga ligje të vërteta dhe të pakuptimshme ka lindur aftësinë për të kuptuar ato ligje? Pse materia ka organizuar vetveten në forma që mund të mendojnë, që mund të ndjejnë, që mund të pyesin pse? Dhe përgjigja ndoshta është se kjo është ajo që universi bën. Kjo është natyra e tij. Jo vetëm të ekzistojë, por të di që ekziston. Ju në këtë moment, duke dëgjuar këto fjalë, duke menduar këto mendime, jeni një pjesë e asaj vetdijes kozmike. Ju jeni një mënyrë që universi po shikon vetveten, po pyet veten, po kërkon të kuptoj veten. Dhe ndonse ne nuk e dim se çfarë qëndron përtej kufive të dijes son, ndonse ka pyetje që ndoshta nuk do të përgjigjen kurrë, ky akt i kërkimit vet, ky akt i pyetjes, është ajo që na bën njerëzor. Ajo që na lidh me Newtonin nën mollën, me Einstein duke imagjinuar udhtimin mbi një rrezë drite, me shkencëtarët në LIGO duke dëgjuar jehonën e vrimave të zeza që koliduan 1 miliard vjet më parë. Ne gjithë jemi pjesë të njëjtës kërkimi, të njëjtës udhtimi, nga ignoranca drejt kuptimit, nga pyetja drejt përgjigjes, nga misteri drejt zbulesës. Dhe në fund, ndoshta nuk është destinacioni që ka rëndësi, ndoshta është vetë udhtimi. Ndoshta pyetja që e filloi gjithçka, pyetja nëse graviteti ka shpejtësi, nuk ishte kur vetëm për gravitin, ishte për ne, për natyrën tonë, për vendin tonë në universin e pafund.
Dhe përgjigja, të gjitha përgjigjet që ne kemi gjetur dhe të gjitha pyetjet që kemi ngritur përgjatë rrugës, na tregojnë diçka të jashtëzakonshme. Se universi është i njohshëm, se realiteti mund të kuptohet, se misteri, sa i thellë dhe sa i largët të jetë, nuk është i paarritshëm. 8 minuta e 20 sekonda. Kaq kohë do të kalonte derisa ne ta dim nëse dielli do të zhdukte. Por kjo nuk është thjesht një numër. Kjo është një dëshmi. Një dëshmi për strukturën themelore të universit. Një dëshmi që shkaku dhe pasoja janë të lidhura. Një dëshmi që informacioni udhëton, por jo me njëherë. Një dëshmi që koha ka kuptim. Dhe ndoshta, në atë numër të vogël, në ato 8 minuta e 20 sekonda, është fshehur një e vërtet edhe më e thellë. Se çdo moment ka rëndësi. Se çdo sekond që kalon është një mundësi për të pyetur, për të kuptuar, për të qenë të vetëdijshëm. Sepse një ditë, në të ardhmen e pafundme, kur yjet do të jenë shuajtur dhe universi do të ketë arritur ekuilibrin e tij përfundimtar, këto momente nuk do të ekzistojnë më. Por tani, në këtë moment, ato ekzistojnë. Dhe ju jeni këtu, të vetëdijshëm, duke menduar, duke pyetur. Dhe kjo ndoshta është përgjigja përfundimtare për çdo pyetje që nuk mund të shprehet me ekuacione. Ju jeni rruga që universi di për vetveten, dhe ndërsa ju pyesni pse